4 persona janë arrestuar nga policia e Kosovës në Prizren gjatë vazhdimit të hetimeve për një rast të mëparshëm të kultivimit të narkotikeve në këtë qytet. Gjatë kontrollit në shtëpinë e njërit prej të dyshuarve janë gjetur dhe sekuestruar 461 gram substancë e dyshuar narkotike e llojit kokain, 1020 euro, 30 franga zvicrane dhe 2 telefona mobil. Të arrestuarit janë shtetas kosovar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, thuhet në njoftimin e policisë. Ky zhvillim vjen si vazhdimi i një aksioni të datës 23 prill 2025, kur në Prizren ishte zbuluar një laborator droge me rreth 200 bim kanabis sativa dhe ishin arrestuar 3 persona të tjerë. Hetimet po zhvillohen nga prokuroria themelore në Prizren në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Njësia për hetimin e trafikimit me narkotik. Prokuroria mbetet e përkushtuar në luftimin e narkotikeve dhe sjelljen para drejtësisë të personave të përfshirë në veprimtari të paligjshme.